Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me aloe vera që zhduk rrudhat për një ditë, kjo recetë do ju lër pa fjalë. Doni të dukeni gjithmonë të reja, të largoni njollat dhe rrudhat pa shkuar tek mjeku, do mjaftoheni vetëm me ndihmën e kësaj recete, pasi ajo është tërësisht e mrekullueshme. Kjo recetë tregon se është mjaft e rëndësishme të kujdesemi për shëndetin, duke përfshirë shëndetin e lëkurës son ose pjesën tjetër të trupit ton. E gjitha reflekton përmes pamjes ton. Kur është e shëndetshme, lëkura zakonisht duket e butë dhe njëkohësisht e shkëlqyeshme dhe ka një ngjyrë të bukur. Në këtë video ne do t'ju paraqesim një përgatitje e cila është e natyrshme dhe ajo do ju ndihmoj që ju të hiqni qafe, pikat dhe rrudhat dhe të lini lëkurën tuaj të shëndritshme dhe njëkohësisht mjaft të shëndetshme. Kjo është edhe arsyeja pse ne duhet që të krijojmë një pengesë e cila na mbron nga mikroorganizmat e dëmshëm ose efektet e dëmshme mjedisore. Kështu që ne duhet të mbajmë një rutinë pastrimi dhe ta mbajmë atë të mirë hidratuar. Lëkura jon mund të dëmtohet gjatë periudhës së shtatzanisë ose edhe ekspozimit të diellit dhe pastaj pjesë të ndryshme të trupit mund të bëhen me ngjyrë të errët. Ky xhel do ju ndihmojë ju që ju të hiqni qafe, pikat dhe rrudhat dhe të ruani shëndetin e lëkurës tuaj. Ju do t'ju duhen vetëm disa përbërës dhe është shumë më ekonomike dhe më efektive se çdo gjë tjetër që ju mund të gjeni të blerë në treg. Xhel me vaj kokosi dhe aloe vera. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj maske janë 100 gram xhel aloe vera, 110 gram vaj të kokosit organik i cili duhet të jetë në gjendje solide, vaj esencial me livando ose vanilje. Përgatitja. Sipas ekspertëve, së pari ju duhet të vendosni xhelin aloe vera dhe vajin e kokosit në një enë fare të vogël. Përziheni atë në një rase të vogël për 5 minuta derisa ju të fitoni një krem homogen dhe më pas kremi duhet të jetë i trashë dhe shtoni disa pika të vajit esencial dhe më pas përziheni atë përsëri derisa shkurtimisht të krijohet një masë perfekte. Ruajeni këtë përzierje në një enë qelçi me një kapak në një vend të thatë pa ekspozim ndaj diellit dhe temperaturës së dhomës. Sipas ekspertëve, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes dhe tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetikore, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni për disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Sipas ekspertëve, me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur kështu çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar pikërisht në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën dhe njëkohësisht ajo zbeh edhe rrudhat.
Sipas ekspertëve, duhet të dini se kjo maskë është tërësisht natyrale dhe uthulla e mollës mund që të ekuilibrojë vlerat e pH-it, ndërkohë që mjalti do t'i japë lëkurës tuaj një shkëlqim rinor. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni këtë maskë në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën gjithashtu ta mbani në fytyrë për plot 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado gjithashtu i zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me gjelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Gjeli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe ai bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për të paktën 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem shumë i madh tek gratë, por edhe tek burrat është shqetësim. Rrudhat krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që konsumojmë. Geni është gjithashtu një faktor i rëndësishëm ndikues. Megjithatë, në ditët e sotme për shkak të ilaçeve natyrore dhe të ushqimit organik, eliminimi dhe parandalimi i tyre është më i lehtë. Kjo recetë ju udhëzon se si ju të përgatisni këtë krem tërësisht natyral të bërë 100% në kushte shtëpie. Maska me qumësh dhe mjalt. Juve do t'ju duhet një lugë gjelle mjalt, 1/2 lugë gjelle qumësht organik të papërpunuar. Përzijeni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën. Aplikoni më shumë tek zona me më shumë rrudha. Prisni për të paktën 10 minuta dhe lajini me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredientë ndihmojnë në thithjen e lagështisë së lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se kjo maskë gjithashtu eviton edhe shfaqjen e rrudhave. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.